Është një vepër e madhe, vëllezër, aleluja, që të jesh biri i Perëndis. Nuk është kaq e thjeshtë, vëllezër, aleluja. Sepse çdo njeri sot mburet me atë çka ka. Mburet, unë jam biri i filanit. Mburet, unë e kam babain inxhinier. Dikush thot, unë e kam babain deputet, aleluja. Dhe është mburje dhe atyre s'mund t'ju dalësh dot përpara. Për asgjë. Por mburja jonë është, unë jam biri i Perëndis. Unë jam bir i shumë të lartit. Ati që jep jetë me vullnet, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Është çmim i madh, vëllezër, aleluja, që sot ne jemi të mbledhur këtu. Dhe ne përulemi para Atit tonë. E falenderojmë Perëndin. Dikush ka ardhur, motra dhe vëllezër, shpeshherë këtu dhe thot, unë nuk ulem në gjumë. Unë asnjë njeriu nuk i përulem. Po, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo është zgjedhja e çdo njeri. Por fjala e Perëndis thotë, një ditë, motra dhe vëllezër, do të përulem përpara Tij çdo gjuhë, i çdo krijese qiellore, tokësore dhe nëntokësore. Dhe varet, motra dhe vëllezër, aleluja, si do të përulesh, kujt do t'i përulesh. Ne do t'i përulemi përsëri, motra dhe vëllezër, aleluja, duke e falenderuar si shpëtimtarin tonë. Por të gjithë të tjerët, motra dhe vëllezër, do t'i përulen si gjykatës i tyre. E imagjinoni, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjykojë Perëndia veprimet e çdo njeri. Ne, motra dhe vëllezër, gabojmë vërtet, dhe veprat tona nuk na shpihen në qiell. Por ne i lutemi Perëndis në dobësitë tona, dhe i themi, Zot, falë mua, shërbëtorin tënd. Nuk kam fuqi, Zot, aleluja. Dhe Zoti vjen, pikërisht për këtë, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi Zoti dhe u kryqëzua dhe u flijua për mëkatarët, për njerëzit që janë të dobët, për njerëzit që janë të përjashtuar, motra dhe vëllezër, aleluja, nga kjo botë. Dhe ai erdhi t'i mbuloj me dashuri. Erdhi na u shfaq të gjithëve, vëllezër, aleluja. Të gjithëve na është shfaqur Jezus Krishti me mënyra nga më të ndryshme. Ashtu siç ju shfaq dishepujve kur u ringjall. Ashtu na u shfaq dhe ne, motra dhe vëllezër, dhe bëri mrekulli të madhe në jetën tonë. A nuk është shfaqje e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, prezenca e Zotit në çdo njeri nga ne dhe bëri një ndryshim të madh në jetën tonë. Ku ndryshoi jetën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja. A nuk bëri një ndryshim të madh në jetën tonë prania e frymës së shenjtë, mbushja me frymën e shenjtë, e falenderojmë Perëndin. Vetë mund të mbushet njeriu, motra dhe vëllezër, me frymën e shenjtë. Zoti tha, do t'ju jap dhuratë frymën e shenjtë, ai do t'ju udhëzojë dhe do t'ju drejtojë. Ka çmim më të madh, motra dhe vëllezër, aleluja, se sa të bëjë Perëndia birin e vet, të japë trashëgimni, motra dhe vëllezër, qielli. E falenderojmë Zotin. E do t'ju lexoj diçka, motra, në Hebrejt, mos e hapni, po lexoj në kapitullin e 10, vargu 19. Duke pasur pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhë të re dhe të gjallë që ai e përuroi për ne me anë të velit, do me thënë të mishit të tij, dhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë, le t'i afrohemi me zemër të vërtetë, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që na premtoi. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për t'i nxitur për dashuri dhe vepra të mira.
pa e qurdor nga të mbledhurit bashkë. Sikur se kanë zakon disa, por të nxisin njëri tjetrin aq më tepër, se e shihni ditën që po afrohet. Amin. Në ka dhënë Zoti një mundësi, motra dhe vëllezër, aleluja, ashtu si thash pak më përpara, një emër të madh, bi të Perëndisë, dhe të drejtën, motra dhe vëllezër, aleluja, për të drejtuar atit ton qiellor, në i ka dhënë Zoti këtë të drejtë, motra dhe vëllezër, nëpërmjet flijimit të birit të vet, nëpërmjet gjakut që u der dhe na pastron çdo ditë, motra dhe vëllezër, aleluja, ne e kemi të drejtën të shkojmë përpara atij, të hymë në këtë shenjtërore, motra dhe vëllezër, ku banon Perëndia. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të hyjë çdo kush. Prandaj na thot, keni kujdes, bijtë mi, se i drejtohemi atit ton qiellor. Në dhjetën e vjetër, motra dhe vëllezër, nuk hynin dot në vendin shumë të shenjtë. Vendin flijime, motra dhe vëllezër, aleluja, për mëkatet e tyre, lutje domethënë, aleluja, por nuk mund të komunikonin dot, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse duhet të ishin shumë të shenjtë që të hynin, të shpinin lutjet e tyre. Dhe çfarë ndodhte? I zgjedhuri i tyre, kryeprifti asaj kohe, motra dhe vëllezër, aleluja, hynte i lidhur. Se nëse nuk do t'i ishte dhe ai i pastër, nuk dilte që ande, motra dhe vëllezër. Imagjinoni se çfarë të drejtë na ka dhënë ne sot Perëndia. Të hymë në këtë shenjtërore dhe prandaj na thot keni kujdes, sepse kemi liri vërtet të plot për të hyrë në shenjtëroren me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Ai e hapi, thotë, me anë të një udhë të re. Kjo është rruga që hapi Jezus Krishti për ne. Rrugë e re, motra dhe vëllezër, për të shkuar në shenjtërore tek ati ynë. Që e përuroj me anë të velit, do me thënë nishit të tij. Dhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë, le t'i afrohemi me zemër të vërtetë. Le t'i afrohemi Zotit, vëllezër, me një zemër të vërtetë. Me një zemër të pastër, motra dhe vëllezër, aleluja, përpara Perëndisë. Vetëm atëherë njeriu merr, motra dhe vëllezër, sepse dëgjohet lutja e tij. Kur ai shkon në këtë shenjtërore, në lutje, me një zemër të pastër, thot, me një zemër të vërtetë, me siguri të plotë besimi, sepse kemi parë vërtet dorën e Zotit në jetën tonë që ka vepruar, dhe prandaj ne i besojmë Zotit, motra dhe vëllezër, se ai i pari na deshi dhe veproi në zemrat tona. Kjo është vepër që bëri Perëndia, që ne të besojmë në të, motra dhe vëllezër. Duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes ligë. Të kemi zemrat tona të pastra, të lara, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Të mos ketë në zemrat tona asnjë lloj ligësie. Zemërim, zemëratë, le t'i pastrojmë, thot Zoti, zemrat tona. Kështu do të shkojmë në lutje tek aty ynë, motra dhe vëllezër. Me një përgjegjësi të tillë, po shkoj t'i lutem atit. Si mundet, motra dhe vëllezër, thot, të vëmë t'i lutemi atit tonë, duke patur mëri, motra dhe vëllezër, me vëllezërit, me njerëzit, me gjithçka. Si do t'i gjohen lutjet tona kur Zoti na thot, kujdes, kur të hymë dhe të lutemi përpara atit tonë, duhet të shikojmë veten, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse ke për të sjellë ofertë përpara Perëndisë, lere ofertën, shko rregulloje, thotë, me vllajin, me motrën, pastaj eja të sjellësh ofertën tek unë, thotë Zoti. Që të mund të marrësh, që të mund të marrim nga Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj është shumë e rëndësishme si shkoj në lutje. Si shkoj në kuptimin, motra dhe vëllezër, aleluja,
e korrigjoj veten, e kontrolloj veten, e di ku po shkoj, e di kujt po i kërkoj, motra dhe vëllezër, aleluja. Se Zoti nuk shikon, motra dhe vëllezër, mëkatin, e nëse unë kam mëkat në veten time, nuk do më përgjigjet në asnjë rast Zoti. Atëre e kontrolloj veten, motra dhe vëllezër, dhe shkoj përpara Perëndisë, lavdi emrit të shenjtë. Këtë po na thotën në Hebrejtë, le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që na premtoi. Na premtoi diçka të madhe Perëndia. Le ta mbajmë të patundur, motra dhe vëllezër, këtë premtim të Perëndisë, këtë shpresë që është në ne. Unë kur nuk kam për t'ju braktisur. Kjo është shpresa jonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ju do të jeni me mua aty ku jam unë, thotë Zoti. Kjo është shpresa jonë, motra dhe vëllezër. Dhe qëllimi në ne është ta pastrojmë veten, ta shëndërojmë veten çdo ditë, motra dhe vëllezër, për të hyrë në këtë shëndërore. Le të kujdesemi për njëri tjetri, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Le të kujdesemi për njëri tjetrin, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Që nxitim në dashuri. Dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk është thjesht dashurit që kemi trashëguar nga bota. Zoti erdhi na mësoi një lloj dashurie tjetër. Dashuri, flijimi, motra dhe vëllezër, aleluja. E deshi kaq e shumë botën, tha Perëndia, sa dërgoi flijim birin e vetëm lindur, që njeriu të shpëtohet, motra dhe vëllezër, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne e pamë, që erdhi në ne, këtë dashuri duhet të trashëgojmë ne dhe të kemi ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse na ka dhënë të njëjtin emër Perëndia, bij të Perëndisë ju jeni. Dhe ngjashmëria jonë me Jezus Krishtin ka të bëjë me dashurinë që mbetet në ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Dashuria e Krishtit mbetet në ne. Sa kemi marrë, motra dhe vëllezër, nga kjo lloj dashurie, sa ngjashmëri kemi ne, motra dhe vëllezër, me Krishtin, vllajin ton, Zotin ton, motra dhe vëllezër, aleluja, se na quan vëllezër. Ngjashmëria jonë është si ecim ne në këtë rrugë, motra dhe vëllezër. Cili është qëllimi ynë në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, të thirrjes nga Perëndia? Ka një qëllim Perëndia që na ka thirrur. Qëllimi është, motra dhe vëllezër, të jemi të mbushur plot në dashuri Krishti, që njerëzit të marrin nga kjo dashuri. Ju jeni dritë në këtë botë që njerëzit të shohin, motra dhe vëllezër. Kjo është vepër që Perëndia bën në të krishteri. Dhe i krishteri për këtë arsye, motra dhe vëllezër, fyet, përndiqet, shahet, vuan, motra dhe vëllezër, aleluja, por e di qëllimin përse është thirrur nga Perëndia. Ashtu siç Jezus Krishti e dinte qëllimin përse kishte ardhur, motra dhe vëllezër, të kryqëzoi që njeriu të shpëtohej. Qëllimi i thirrjes të Perëndisë është për ne, motra dhe vëllezër, aleluja, të na transformojë, të na bëj krijesa të reja, që njerëzit të shohin veprën e Zotit. Jo qëllimi i Perëndisë është që ne të jemi mirë, motra dhe vëllezër, mos na mungoj asnjë gjë. Nuk është ky qëllimi ynë. Të gjitha këto, ashtu si sta fjala pak më përpara, do t'ju jepen shtesë, thotë Zoti. Nuk kam problem për Zotin që të t'i japë shtesë, nevojat, të plotësoj nevojat e tua. Por qëllimi kryesor është, motra dhe vëllezër, të jemi dritë në këtë botë, që njerëzit të shohin dhe t'i japin lavdi Perëndisë. Ky është qëllimi i Perëndisë, që njerëzit të shpëtohen. Pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkë. Është shumë e domosdoshme, motra dhe vëllezër, të mbledhurit bashkë. Sepse në të mbledhurit bashkë funksionon trupi i Krishtit. Unë nuk jam pjesë, motra dhe vëllezër, i shkëputur nga trupi i Krishtit.
Zoti më solli si pjesë që i mungon këtij trupi dhe e solli në këtë bashkësi për të vepruar, motra dhe vëllezër. Është e domosdoshme që unë të jem pjesë e këtij trupi, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse kam një shërbesë nga Perëndia në këtë trup. Prandaj duhet të jemi bashkë gjithmonë. Të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Nxiteni njëri tjetrin, lufta është e madhe vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, në këto kohë të fundit. Sa vjen vështirësohen gjërat, motra dhe vëllezër, aleluja, por duhet të dini një moment. Për të kapërcyer diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu çfarë bën? Kur i afrohet një kanali, motra dhe vëllezër, i shpejton apat për të kapërcyer, motra dhe vëllezër, dhe për ta kaluar këtë kanal. I shpejton apat një kalorës, motra dhe vëllezër, për të kërcyer dhe për të kapërcyer në anën tjetër. Dhe ne duhet t'i shpejtojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, afrimin ton me Perëndinë. Për çfarë? Për të kaluar diku tjetër, që Zoti do vijë të na marrë, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk do t'i përkasim me kësaj bote. Dhe Zoti na njofton për një gjë të tillë. Koha është afër. Për çfarë është afër? Zoti do vijë të marrë të vetët. Dhe ne duhet të bëhemi gati, motra dhe vëllezër, që mos na zërë në befasi, që të mos na zërë si 5 virgjëreshat, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk kishin vaj në kandilin e tyre. Nga cilat gjëra nuk kishin vaj, motra dhe vëllezër, aleluja? Nga këto dëshira, nga këto sikur do vi sot, s'ka gjë, mundet nesër, mundet pas nesër, të rregullohem, pas nesër do bëj këtë. Nuk ka kohë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ka kohë, sot është ora të marrim vendim të gjithë, sot dua të jem aty ku më do Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja. Sot duhet ta pastroj zemrën time nga çdo gjë që ka në zemrën time, sepse sot do të vijë Zoti. Dhe ku do jem unë? Prandaj nuk ka kohë, vëllezër, aleluja. Dhe ne duhet të jetojmë gjithmonë. Sot do të vijë Zoti, motra dhe vëllezër. Sot është ora ime. Lavdi emrit të shenjtë. Në këtë rrugë duhet të eci i krishteri, duke lavdëruar Perëndinë, duke adhuruar Zotin, motra dhe vëllezër, sepse është gëzimi i madh ardhja e Zotit. Kur ti shikoni këto vështirësi, Zoti thot gëzoni. Është gëzimi i madh, vëllezër, aleluja, sepse po vjen shpëtimtari. Po vjen të ikim njëre për gjithmonë, motra dhe vëllezër, aleluja, aty ku nuk do ketë me lot. Aty ku nuk do ketë me rrudha, motra dhe vëllezër, aleluja. Aty ku do të përdallehemi në përjetësi. Kjo është ora që Zoti na lajmëron dhe kjo është shpresa jonë. Zoti ta bekojë këtë fjalë.